Shëndetësia është një nga fushat ku më shumë të kërkohet bashkëpunim, sepse asnjë institucion publik apo privat nuk mund t'i adresoj sfidat i vetëm apo e vetme. Reformat e shëndetësisë kërkojnë bashkëpunim të sinqert, dialog të hapur dhe angazhim të përbashkët. Sot më shumë se kur kemi nevojë për integrim të kapaciteteve e jo ndarje të tyre, që sektori i sistemit shëndetësor publik të jetë komplementar me sektorin privat. Ministria e Shëndetësisë bashkë me Qeverinë e Republikës Kosovës e ka aprovu strategjinë sektoriale të shëndetësisë 2025-2030, të cilat do të mundsojnë kalimin e sistemit ton shëndetësor nga niveli i mirëmbajtjes në një sistem shëndetësor në zhvillim, duke ndryshuar format e financimit përmes funksionalizimit e skemës së sigurimeve të detyrueshme shëndetësore në kujdesin shëndetësor, integrimin e shërbimeve dhe rritjen e transparencës e llogaridhënies me qëllim të rritjes së besimit të qytetarëve në sistemin shëndetësor. Sa i përket shërbimeve, fokusi kryesor është zbatimi i planit strategjik të studimit të fizibilitetit, përmirësimi i infrastrukturës fizike të kujdesit shëndetësor dytësor dhe tretësor të vitit 2023-2026, i cili parasheh që shërbimet shëndetësore kenë pajisur edhe me sigurimin e pajisjeve për institucionet të nivelit dytësor dhe tretësor për një periudhë afatgjate. Me qëllim të avancimit të teknologjisë dhe pajisjeve mjekësore dhe të krijimit të standardeve për mirëmbajtjen e tyre, do të krijohen mekanizma për mirëmbajtjen e pajisjeve dhe objekteve shëndetësore. E përmes këtyre masave, parashihet eliminimi i listës e pritjeve në sektorin tretësor të qendrës klinike universitare. Sektori farmaceutik do të reformohet përmes një rregullimi efektiv të tregut farmaceutik dhe ngritjes së kapaciteteve të afta për të zbatuar kontraktimet me fondin për rimbursimin e listës së barnave jashtëspitalore. Zbatimi i fuqishëm i ligjit për rregullimin e çmimit të barnave dhe listës së re të barnave esenciale do të ndikojnë në mbrojtjen e qytetarëve nga shpenzimet e larta nga xhepi që si pasojë edhe varfërojnë qytetarët. Mbështetja në arritjen e këtij synimit ka edhe rritja apo rritja e buxhetit për barna deri në 100 milion e 60 milion sa është aktualisht. Ministria parasheh zgjerimin e gamës së produkteve të reja në përdorim, përfshirë mbulimin me terapi të pacientëve me sëmundje të rralla e të cilën vazhdimisht po e bëjmë. Zbatimi i ligjit për sigurimin shëndetësore dhe alokimi i drejtë i resurseve aktuale do të përmirësojë mbrojtjen financiare dhe mundësinë e qasjes dhe përfshirjes së grupeve të cenueshme përmes mbulimit të shërbimeve shëndetësore nga pakoja bazë. Pakoja bazë duhet të përfshijë shërbimet shëndetësore që mbulojnë nevojat kyçe e të cilat do të ofrohen të gjithë qytetarëve pavarësisht nga gjendja e tyre financiare. Fuqizimi i fondit të sigurimeve të detyrueshëm shëndetësor është elementi kyç dhe bazë në procesin e riorganizimit të financimit të shëndetësisë. Përkatësisht sigurimin e burimeve të qëndrueshme dhe të mjaftueshme financiare për sektorin e shëndetësisë. Përshpejtimi i transformimit digital në Kosovë nuk është opcion, por domosdoshmëri. Me strategjinë për informimin shëndetësor janë planifikuar në detaje të gjitha aktivitetet për digitalizim të sistemit, duke përfshirë edhe sistemin e referimit apo shtigjeve klinike, implementimin e recetës elektronike, dosjes shëndetësore elektronike, implementimin dhe integrimin e të dhënave ndërmjet sektorit publik dhe privat. It is a great pleasure to address you today at the inaugural Kosovo Health Forum, a milestone event designed to become the leading platform for advancing the health sector in Kosovo. I congratulate the organizers for bringing together such a diverse and influential group of stakeholders. Your presence here reflects a shared commitment to shape a healthier future for citizens of Kosovo. I have understood that the Kosovo Health Forum has been established with a clear and ambitious mission to create a dynamic space where policymakers
healthcare professionals, donors, innovators, and private sector partners can meet, exchange ideas, and work together toward meaningful health reforms. The vision of this forum goes even further, to position Kosovo as a regional hub for dialogue, innovation, and sustainable healthcare transformation. And I think that this is what really Kosovo healthcare system needs. The topics that have been chosen to discuss today, such as quality and safety, financing of the health sector, digital transformation, human resources, are very important for strengthening the health system and preparing it for future challenges. The focus on quality and safety of care closely matches the overall goal of Luxembourg's projects in the health sector here in Kosovo. Strengthening governance, improving institutional performance, enhancing patient safety, promoting international standards, and integrating sustainable practices are the core of our shared work. These priorities align seamlessly with the thematic direction of this forum and with Kosovo's vision for a modern health system. Ky forum po zhvillohet në një moment vendimtar për të ardhmen e shëndetësisë në vendin tonë dhe që na bashkon të gjithë neve rreth një qëllimi të përbashkët, të ndërtojmë një sistem shëndetësor më të fortë, më të drejtë dhe më të qëndrueshëm për çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Hapja e këtij eventi nga zëvendësministri zoti Berisha, nga përfaqësuesi i Luxdevit në Kosovë, zoti Tordini, është një sinjal i qartë i shëndetësisë së Kosovës, është prioritet jo vetëm kombëtar, por edhe një fushë me rëndësi për partnerët tonë ndërkombëtar që i falenderojmë sinqerisht për mbështetjen dhe praninë e tyre këtu. Asociacioni i spitaleve private të Kosovës sot përfaqëson zërin e 30 spitaleve private të Kosovës, një organizatë e pavarur, profesionale dhe e përkushtruar që të mbrojë interesat e anëtarëve të saj. Garanton standardet e etikës dhe praktikës mjekësore, nxit edukimin e vazhdueshëm profesional dhe punon çdo ditë për të rritur cilësinë e shërbimeve shëndetësore në vend. Spitalet private nuk janë vetëm pjesë e sistemit, ato janë edhe një shtyllë e rëndësishme e tij. Ato sjellin investime konkrete në infrastrukturën moderne, teknologji të avancuar diagnostike e terapeutike, modele të menaxhimit më efikas dhe mbi të gjitha rrisin qasjen dhe alternativat e qytetarëve për shërbime cilësore. Të kënaqësit që jem prezent këtu në inaugurimin e Kosovo Health Forum, kur e kemi fillu projektin e Kosovo Business Forum si platform, kemi dash të krijojmë një platform ku prezantojmë Kosovën jo vetëm mrena vendit, po dhe jashtë si një vend ku është duke u zhvillu procese të rëndësishme. Shpesh po krijohet perceptimi që në Kosovë nuk funksionon asgjë. Kosova është një burim i lajmeve të këqija, edhe ne jemi mundu që të organizojmë evente që të regojnë që në Kosovë kanë avancu shumë procese. Kosova nuk është importuesi stabilitetit, por realisht eksporton stabilitet dhe është një vend i mirë dhe i sigurt për të bërë biznes.